Il avait publié Les Serpents de sang, ouvrage dans lequel il dénonçait un système totalitaire et policier. Mbajti shumë vite burg për mendimet, qëndrimet dhe veprimet e rinisë së tij. Ato nuk i ndryshoi as kur ju kthye liria. Veç se Adem Demaçi u bë edhe më i ashpër e më i drejt për drejt, sa kishte mundësi të shprehte mendimin e tij. Edhe fjalët i mprehu. Kështu veproi në një takim me intelektualet serb në Beograd me 1994, kur Demaçi u tha atyre se kishte mësuar edhe nga ta, për dashurinë ndaj lirisë dhe pavarësisë. Për këtë që kaq fort e dua lirinë për popullin tim, për këtë jeni edhe ju fajtor, zotrinj të nderuar, sepse edhe prej jush ka mësuar se si duhet liria e pavarësia. I rrep dhe i guximshëm u tregua edhe në një debat me liderin e opozitës serbe, Vuk Drašković me 1998, kur u fol për pavarësinë e mundshme të Kosovës që Beogradasi e mohonte. I nderuar koleg, në politik kur mos tuaj kur. Një përgjigje po aq të prerë, Demaçi e pati edhe për përfaqësuesin e SBA-ve për Ballkanin, Robert Gelbart, me 1998, kur ky i fundit e quajti UÇK-n organizatë terroriste. Pa kujtu, tha, okay, lej is terroristic organization. Unë i thash liberation. Edhe aty u dam. E kur është fjala për UÇK, një të gjithë komandantët e saj u vlerësuan mirë nga Mandela i Kosovës. Rehabilitohen njerëzit ose bëhet heroi, shpallët heroi i Kosovës, një Tahir Zema i cili ishte një trafikant i drogës. Njeriu që kaloi 27 vjet në burgjet e Serbisë ishte goxha kritik edhe ndaj lëvizjes paqësore të viteve 90, e cila udhëhiqej nga ish-presidenti indjer Ibrahim Rugova. Mendoj se me përmirësimin e situatës sigurisë edhe që në për këtë të fundit nuk i ndali kur kritikat. Ibrahim Rugova ishte në rrugën e kombit derisa ishte lehtë. Si filloi me u vështirësua puna, Ibrahim Rugova ka dal ju shishmue rakia, duhoni, konjaku, koltuku, edhe filloj me harruen rrugën e kombit, kurse ata që ishin të vendosur që të vdisnin për kombin, ata e vazhduan rrugën. Ibrahim Rugova asnjëherë s'ka vdek për kombin. Ka prituar me vdek. Por ai pranon një gjë, Rugova asnjëherë nuk ja ktheu me të keq. Mua si person ai mua më ka kursyer nga fjalët e këqija. Po ata çet e tjerë rreth rrotull, ata s'kan lënë gjë të keqe pa thonë për mua. Pos Rugovës, Demaçi nuk e deshi kur as LDK-n. Kush ishin LDK-ja? LDK-ja ishte Lidhja Komuniste e Kosovës. Kritika e fjalë të rënda pati edhe për Hashim Thaqin, por shumë më pak se për Rugovën. Bile në shumë raste u pa duke e mbrojtur kryetarin e PDK-s. Zoti Thaçi ka bërë gabime plot. Mirë po, më të mirë se Zoti Thaçi nuk kemi. Krejt të tjerë janë më kërsha në krahasim me Thaçin. Kontributin në luftë nuk ja humbi as Ramush Haradinajt, por Demaçi tha se lideri i AK-s po bën shumë gabime në politik. Po dalin gabime. Po mundohet në kuvend pi thonë jo zban.